megjithatë Partia Demokratike ose opozita në këto zgjedhje vjen më e fragmentarizuar se kurrë. Janë një sër partish të reja që me sa po shohim të paktën edhe nga matjet që bëhen, po qëndrojnë të qëndrueshme, pra mund të marrin disa mandate, le të themi. A ndjeni ju një lloj përgjegjësie që këtë votues të opozitës, se sigurisht ato më shumë marrin votues të opozitës se sa votues të Partisë Socialiste. Ndjeni një lloj përgjegjësie që nuk ja keni dalë t'i mblidhni rreth vetes këto votues, po të shpërndahen. Pra po i falni mandate në një farë mënyre këtyre partive? Ata nuk erdhën, nuk ishin të lirë të vinin. Erdhën 26 forca politike. Ata nuk erdhën, por dolen pastaj me tezën që te i kalon imagjinatën. Nuk jemi për rotacionin. Do më thënë jemi për Edi Ramën. Do më thënë jemi të dëmtojmë opozitën. Se në qofë se ti nuk je për rotacionin, atër ti nuk je për paksim në votave të Edi Ramës. Ku do i marrësh votat pastaj? Pra, ata nuk dolen, nuk janë të maskur, ata dolen haptas. Ose teza tjetër, ne jemi kundër sistem. Po kundër sistem, çfarë do thot? Anarkist. Ata janë, kanë atë pjekuri politike sa për të kuptuar, që në qoftë se thue je kundër sistem, në sistemin komunist, je kundër sistemin sepse do në sistemin kapitalist. Këto e në sistemet. Kurse, në qoftë se thue në sistemin kapitalist, se jam kundër sistemit, atë je anarkist. Gruposh si anarkist. Mirë, megjithatë në studio, kur i kam patur në studio më kanë thënë të gjithë pothuese të njëjtën frazë që nëse nuk do ishte Sali Berisha kryetari i PD-s, ne do ishim bashkuar me PD-n. Do kishim bërë një koalicion me PD-n e madhe. Po të tërhiqej Berisha, ky ishte kushti i vetëm. Tërheqja juaj. Ky ishte kushti sepse ata u krijuan me këtë kusht. Ja u dhan kur u krijuan, ja u dhan këtë kusht. Kush ja dha? I krijoi mazhoranca, po thoni, Edi Rama. Kush i krijon ato? I krijon ata për cilët ta thonë që nuk do të ketë rotacion. Po tjetë për Sali Berisha dhe Edi Rama. Edi Rama ka më shumë vite në pushtet se Sali Berisha. Më shumë. Po, duke llogaritur dhe ministrin, bashkinë dhe të gjitha. Po ata vite pushtetit të Edi Rama ja u jep si karamele Edi Rama pastaj. Është gjë pa imagjinueshme. Edhe pretendojnë ata unë do të mladhem të këta, por një keqnisje e tillë është për mua e pa precedent. O je opozit, ose je me qeverin. Opozit e opozitës, je përsëri me qeverin. Opozit e opozitës.